Shpërthime epidemie në një anije turistike gati 100 të kontaminuar në Karaibe. Një udhëtim me anije në Karaibe Jugore u shndrua në një përvojë për të mos u haruar pasi 100 pasagjerë dhe ekipazhi kanë qenë të prekur nga një shpërthim i rënd i norovirusit. Sipas raportit, virusi preku 81 pasagjerë dhe 8 antar të ekipazhit nga një total prej 2593 udhëtarësh dhe 1005 antar të stafit. Simptomat e raportuara ishin tipike të gastroenteritit akut, viral të vjella, diare të përzjera dhe dhimbje barku. Anija u nis në 28 dhjetor nga Fort Lauderdale, Florida, me një kthim të planifikuar në 9 janar. Gjatë udhëtimit, Rotterdam ndaloi në Curaçao, Kolumbi, Panama, Costa Rica dhe Jamaica. Rastet e para dolën pas disa ditësh në det, duke bërë që ekipazhi të merrte masat menjëhershme kundër veprimi. Ekipazhi izoloi individët e infektuar në kabinat e tyre, ndërsa zbatoi një protokoll të përmirësuar pastrimi dhe dezinfektimi. Mostrat biologjike u mblodhën dhe u analizuan dhe në një deklaratë zyrtare kompania dha me siguri në lidhje me evolucionin e epidemisë, duke theksuar se shumica e rasteve ishin të lehta dhe u zgjidhën brenda pak ditësh. Në fund të lundrimit anija u dezinfektua plotësisht. Norovirusi njihet për transmetueshmërinë e tij të lartë, veçanërisht në mjedise të mbyllura si anije, spitale, shkolla dhe konvikte. Virusi përhapet nëpërmjet kontaktit të drejtë për drejtë me njerëz të infektuar ose sipërfaqe të kontaminuara, dhe dezinfektuesi i duarve nuk është efektiv në eliminimin e tij të plotë. Incidenti në anije është pjesë e një trendi më të gjerë të rritjes së rasteve të norovirusit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht gjatë sezonit festave.